Kryetari i Partisë Socialiste ka përdorur sërish faqen e tij të Twitterit për t'i dhënë përgjigje kryeministrit Sali Berisha. Duke nguruar të dalë përpara gazetarëve, Edi Rama ka zgjedhur komunikimin elektronik për të replikuar me kundërshtarin e tij politik. Deklaratës së kryeministrit, që e vlerëson programin politik të Partisë Socialiste si program fiskal marksist, Rama i është përgjigjur duke e krahasuar dokumentin e prezantuar në asamble me programet qeverisëse të vendeve të suksesshme, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca apo Britania e Madhe. Në faqen e Twitterit apo Cicerimës, siç përkthehet në shqip, Rama jo pa ironi shkruan: "Ne jemi me marksistët Obama, Merkel, Sarkozy e Cameron, madje edhe me marksistin Berlusconi, kurse Saliu është me çunat e bllokut të vet." Prej humbjes së zgjedhjeve të 8 majit, kryesocialisti shfaqet shumë pak përpara kamerave televizive, por është një nga përdoruesit më aktiv në faqet e rrjeteve sociale në internet. Pikërisht nga këto faqe dhe përmes editorialeve të përjavshme të kryetarit të Selisë Roz, elektorati socialist po informohet për mënyrën se si e majta po punon për të ardhur në pushtet.